Ka nisur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës turneun ndërkombëtar Memoriali Boksit Vllaznia 2025, aktivitet që organizohet nga shoqata e boksit në përkujdesjen e presidentit Mondi Ndou, që i kushtohet 14 ish boksierëve shkodran që sot nuk jetojnë. Siç është bërë me dije edhe më herët, në 3 ditë e para do të konkurohet në boksin amator me 3 raunde, me pjesëmarrjen e boksierëve më të mirë të rajonit, ndërkohë që dita e tretë dhe mbylljes në ring do të ngjisë boksierët profesionistë. Në ditën e parë kalendari kishte në program 4 duele, mes të cilëve në 2 prej tyre boksuan përfaqësues të Shqipërisë, Emanuel Koço, i cili në peshën 55 kg mundi italianin Antonio Ero Zamboni, ndërsa dueli i ditës së parë i dytë i përket kategorisë së peshës deri në 60 kg dhe vuri përballë boksierët italian dhe malazez, ndeshje që u fitua nga malazezi Dinovic. Një duel interesant ishte edhe i peshës deri në 65 kg, mes boksierit të njohur shqiptar Ani Haxhillari dhe italianit Krug, ku fale përsis sidomos në raundin e tretë, shoqëruar edhe me një knockdown, fitoria i takoi Haxhillarit. Dita e parë është mbyllur me duelin e peshës deri në 70 kg, ku përballë ishte boksieri italian me atë nga Kosova, ku pas një rivaliteti të madh, vendimi për fitoren i takoi boksierit kosovar Loris Idrizi. Atë që po kërkojmë nga shteti dhe nga bashkitë, që të rrisim sa më shumë talentet e reja, se duke filluar me talentet e reja, arrim të rrisim edhe boksin profesionist. Ky memorial kësaj rrallë ka një të veçantë, sepse këtë memorial si mjet po e bëjmë me fist and fire, po e bëjmë me boksera profesionist. Janë 3 neshe profesioniste, janë profesioniste. Në konkurin për boksin profesionist do të jenë 2 boksierë kuqezi, Alban Beqiri dhe Senat Drini, të cilët do të kenë përballë rivalet e tyre nga Spanja dhe Gjermania, ndërkohë që në program është edhe një duel i boksit për femra, Gjermani-Kolumbi.